Trajneri kombëtar shqiptar Silvinho deklaroi se ekipi kishte përmirë ndaj Andorrës me një skemë të eksperimentuar pa u stërvitur asnjëherë. Unë dhe djemtë jemi të lumtur, i meritonim fitoren që të ktheheshim në garë në grup, çdo gjë është e shpejtë, kemi bërë mirë, jam krenar për lojtarët, kemi ndryshuar pak skemën dhe funksionoi shumë mirë. Zëvendësimet falen nga ndeshja. Ndoshta ndonjë ndeshje mund të bësh 4 ose 5. Unë mendoj se sinqerisht nëse bën 4 apo 5 vendësime ndryshojnë gjithçka. Zakonisht më pëlqeu edhe diçka tjetër që e kemi respektuar ekipin e tyre. Ata janë njerëz që luajnë me dëshirë dhe kemi bërë mirë. Ata kanë një blok të ulët shumë të mirë. Dua t'i bëj komplimente shehut i cili për një ndeshje të mirë në ekuilibër. Për të vendosur një kundër një në krah, Broja është shumë i fortë, ne mundohemi të shohim lëvizjet. Broja mund të përshtatet shumë mirë, e ka bërë dhe më parë. Hoxha nga ana tjetër ishin në një skuadër që mund të hapnin ndeshjen. Për fat të mirë, ata kanë bërë një ndeshje shumë të bukur. A mund të përdoret Broja në krah me një ekip më të fortë përballë? E shohim që ai në të kaluarën ka bërë atë rol shumë mirë. Duhet të përdorim karakteristikat e lojtarit dhe është shumë i fortë, ka lëvizje në thellësi, ai bën hyrje në zonë sepse është shumë i fortë. Varet nga kundërshtari mund të përshtatet sepse ka gjithçka, forcë, teknik, ka gol. Për te kundërshtarit, varet nga ekuilibri i skuadrës. Nëse ekuilibrojmë më mirë skuadrën në nivel mbrojtës, në Angli ai bëri 30 minuta shumë të mira. Në sulm ishte e vështirë sa ata luanin me plok të ulët. Ata që ndrojnë gjithmonë aty bëjnë mirë, me zemër duhet respektuar gjithmonë. Me Letonin 3 pikët i fitua me një goditje standarde. Mund të bëjnë ndonjë pasim i gjatë i Aslanit, por është e vështirë që nuk e kishim bërë asnjëherë këtë pa bërë asnjë stërvitje. Kemi bërë mirë, pa u stërvitur duke provuar diçka. Shehu hapi mirë lojën, bëri që skuadra të shkonte para me topin kur kalonte mes fushën, tha Silvinho për TV Klan pas ndeshjes.